Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil nabiyyina Muhammadin, ala khairil bariyyati nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله جل جلاله: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان اصدق الكلام كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet e shumta qofshin për Zotin e gjithësisë, Allahun subhanahu wa taala. Paqja lavdërimi i Tij qoftë mbi vulën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e Tij, dhe të gjithë ata që e pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet me drejt veç Allahut, një i vetëm i pashoq. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i zgjedhur i Tij për mbar njerëzimin. Nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, kemi hyrë në 10 ditën e fundit të muajit të Ramazanit, kur siç kemi thënë, koha është më e vlerë se sa ari, se sa pasuria dhe çdo gjë tjetër. Kemi hyrë në muaj kur Zoti subhanahu wa taala zbret gjithë mëshirën dhe rahmetin e Tij. Kemi hyrë në ditët e natës Kadrit, netët e natës Kadrit, ku Zoti thot në Kur'anin Kerim: Inna anzalnahu fi lejletil qadr, wa ma adraka ma lejletul qadr, lejletul qadri khairun min alfi shahr. Ne zbritëm, thot Allahu Azza të Kur'anin, në natën e Kadrit. E që të bëri të dish ty, Muhammed, se çfarë është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë, thot Allahu Azza wa Jall, se 1000 muaj, që është barasia e saj me 83 vjet jetë. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: kush e kalon natën e Kadrit, duke pasur besimin e plot tek shpërbimi i Zotit, do t'i falen gjunat që kanë kaluar. Po ashtu tham që vëllezërit dhe motrat besimtarë dhe besimtare, në këto ditë dhe këto net, besimtarit ta shtoj durimin e tij. Sepse ne kemi thënë që nëse neve e lidhim i vetë përmbajmë i kufive të Allahut Azza wa Jall, do të na lehtësohet agjërimi. Por nëse nuk i përmbajmë i kufive të Allahut Azza wa Jall, atëherë e kemi zgjidhur shejtanin e vetes tonë. Vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: në muajin e Ramazanit hapen dyert e rahmetit dhe lidhet shejtanit. Po ka shejtan njerëz që nuk i lidhin dot duart dhe gjuhën e tyre. Prandaj dhe i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam na përgatitin Kur'an në hadithet e tij. Dhe nëse jeni agjërueshëm apo dikush për ju është agjërueshëm, dhe dikush ju shan apo ju fyen, ka thënë thuaj anna sa'imun, unë jam agjërueshëm. Nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, Zoti thot në Kur'anin Kerim: Inna anzalnahu fi lejletin mubarakatin, inna kunna mundhirin. Ne zbritëm atë Kur'anin në një natë begatë të bereqetshme, dhe më parë ishim paralajmërues. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Në të çdo gjë sqarohet dhe zbret prap me urtësi fati njerëzve, rrisku i tyre, jeta e tyre, mira e tyre, e keqja e tyre. Amran min indina inna kunna mursilin. Kjo çështje prej nesh, thot Allahu Azza wa Jall, dhe ne jemi ata pra dërguesit që dërgojmë. Janë netët ku zbrasin me lajket e Zotit subhanahu wa taala, dhe i rrethojnë besimtarët me krahët e tyre në shenjë rahmeti dhe mëshire për ta. Janë netët ku duaja nuk kthehet mbrapa. Prandaj ju të rinj dhe të reja keni shansin dhe mundësinë të futeni në xhenetet e Zotit subhanahu wa taala me gjithë qenien tuaj. Dhe mos e lini egon tuaj njerëzore, apo shpirtat e këqij t'ju çojnë larg rrugës së Zotit subhanahu wa taala. Keni mundësinë dhe shansin të bëheni njerëzit më të mëdhenj këtij vendi,
duke bërë dua dhe të luteni Zotit subhanahu wa taala që t'jeni shembull i kësaj shoqërie, keni mundësinë dhe shansin ta shtoni imanin, karakterin, moralin, besimin tuaj, duke u përmbajtur ditëve dhe netëve të cilat Allahu ja leçon begati dhe mirësinë e tij. Keni shansin dhe ato që ju ka humbur 20 e ca ditë më përpara, apo neglizhenca, apo koha, apo hallet, apo punët që nuk ju ka dhënë mundësinë të përmirësoheni, të rregulloni, të përkushtoheni imanit dhe besimit dhe duave tek Allahu azza wa jall, keni këto ditë që kushtojnë sa e gjithë jeta. Dhe pikërisht këtu po ndryshoj pak qëllimin e hutbes, për t'i thënë të rinjve dhe trejave tona sot fjalën e madhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam që e kemi thënë shumë herë, përmbledh gjithë jetën e besimtarëve, gjithë jetën e njerëzimit, gjithë gjën më të shtrenjtë që i ka, për të kuptuar vlerën e çdo gjëje që ka ardhur në këtë dynja. Hadithin e njohur që e kemi transmetuar para kësaj xumaje. Idhtanim khamsan qabla khamsin, shfrytëzoni 5 gjëra para 5 të tjerave. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hayataka qabla mautik, jetën para vdekjes. Sot pyetja ime është për gjithë adoleshentët, madje për adoleshentët që bëjnë si trima, si të fortë, që kanë qef t'u tregojnë njerëzve se janë arrogant, janë më të mëdhenj, që ngren dorën ndaj njerëzve, apo që shpresojnë se duke bërë gangsterin e rrugës do të arrijnë gjëra të mëdha. Sa e vlerësoni ju jetën? Çfarë çmimi ka jeta juaj? Sa çmimi ka shpirti juaj? Çfarë çmimi ka djersa baballarëve dhe nanave tuaja? Çfarë çmimi ka koha juaj? Çfarë çmimi ka gjumi që nuk e zën nanën apo babën, që ti t'ushqeje si gjithë tjerët, që t'fishe si gjithë tjerët, që mos njesh inferior ndaj tjerëve? Çfarë çmimi ka koha e këtyre njerëzve që rrin pa gjumë që t'ju edukojnë juve? Jo më pak se dje një nga vëllezërve tonë mësoi një incident. I goditur gati për vdekje nga adoleshentë të cilët kanë qef t'u tregojnë muskujt njerëzve. Prandaj bëni kujdesu vëllezër dhe motra, dhe ju trinj dhe treja, se jeta wallahi nuk ka çmim. Jeta nuk ka çmim. Prandaj dhe Zoti në Kur'anin Kerim ka thënë: "Wa man qatala musliman muta'ammidan", dhe kush e vret një besimtar me qëllim me dashje, se me të është zjarri i xhenemit i përhershëm në të, mbi të zemrimi Allahut azza wa jall dhe mallkimi i tij. Prandaj duhet të kuptoni vlerën e jetës që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "La hayata qabla mautik", çfarë çmimi i vini ju trim të treja sot jetës. Nëse dikush për jush ja i dha një çmim dhe na tregoj, çfarë çmimi ka halli, loti i babës dhe i nanës tanë, që sot duhet vuaj pasojat e këtyre trimve që kanë qef të bëjnë si trima dhe si të fortë, duke rrahur goditur njerëz pa faqe rrugë. O ju vëllezër dhe motra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi që të jemi trima, të jemi të drejtë, të jemi të moralshëm, të jemi fisnik. Na mësoi që të bëjmë vetëpërmbajtjen muajin e Ramazanit, sepse ka thënë që vërtet ka shejtan që lidhen, po ka shejtan njerëz që nuk lidhen, nuk duan të lidhen. Se u pëlqen ajo jeta e të famshme, jeta e të fortit, jeta e parellive, jeta e trafikantëve, jeta e rrugëqve, jeta e imoralëve, jeta e atyre të cilët ndërtojnë jetën e tyre mbi gjakun e njerëzve të pafajshëm, mbi nderin e njerëzve, mbi hallet e tyre, mbi problemet e tyre. Dhe këta mendojnë se janë pavdekshëm, kurse Allahu thotë në Kur'anin Kerim: "Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid", dhe ne jemi më afër tek ata se sa ta marrin qafës. Pra vdekja e tyre rrotullohet në duart e Allahut xhalla xhelalu. Fa idha qala kun fayakun, ba'dha wa ba'd. Prandaj vëllezër dhe motra, ju nana, dhe unë si hoç, duke këshilluar që nga fëmijët e mi të parë dhe gjithë juve, mendojeni mirë çfarë çmimi ka jetë. Mendojeni mirë para se të nxirni gjuhën tuaj, para se të zgjasni dorën tuaj ndaj njerëzve, çfarë çmimi ka jeta, çfarë pasojë ka ajo, çfarë shpërblimi ka ai njeriu që i hyn hak njerëzve. Nëse vërtet mendoni se jeni të fortë, wallahi keni gabim. Në këtë dynja nuk ka të fortë. Para fuqisë Zotit subhanahu wa taala nuk ka të fortë. Para pushtetit Allah nuk ka të fortë. Mjafton që e gjeli i vdekjes të vjen papritur dhe shkon bash banori xhenazën.
Dhe ja kaq ishte trimëria jote, kaq ishte fama jote, kaq ishte rrugashliku jot, këtu përfundoi historia jote. Prandaj bëuni njerëz trima, u kam thënë me moral, trima me durim, trima me besim, trima me fisnikëri, trima me dituri, trima me shkencë, trima me respekt ndaj prindërve, baballarëve dhe nanave tuaj që po vuajnë, nuk po veshin rroba vetë që t'ju veshin juve. Nuk flen gjumë që ju t'keni mirëqenie, po bëjnë nga 2-3 punë që ju të ndjeni mirë, se vetë që e keni karakterin e dobët, frymëzoheni nga gjëra negative, por i vinin pozitat vështira dhe prindrit tuaj për çfarë valla, për çfarë? Për gjëra që nuk ja vlen as pak. Prandaj lutim Allahun azza wa jall që ta shëroj vllajën ton. O Zot, shëroje vllajën ton. O Zot, shëroje vllajën ton. O Zot, shëroje vllajën ton. O Zot, kthehet në gjirin e familjes. O Zot, kthehet në gjirin e xhamisë. O Zot, kthehet në gjirin e xhamisë. O Zot, kthehet pranë vëllezërve të tij dhe motrave të tij besimtarë dhe besimtare. O Zot, shëroje ata. O Zot, udhëzoj të rinj dhe të reja tona. O Zot, udhëzoj të rinj dhe të reja tona. O Zot, udhëzoj të rinj dhe të reja tona që të kuptojnë vlerën e jetës para se bën banorët e varrezave. Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا مصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi të konë Allahut azza wa jall, paqja e lavdërimit i tij qoftë me vullën e pejgamberit Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen dhe shokët e tij, të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë shfryzoni 5 gjëra para 5 tjerave, jetën para vdekjes, rinin para pleqërisë. Pra rinia jonë duhet merret me dituri dhe shkencë. Dua them gjithë djemve të rinj dhe vajzave sot, kur unë ju them nëse ju e keni një qëllim në jetën tuaj dhe vendosni rrugën që do të ndiqni, ju betohem në Allahun azza wa jall që do t'ju hapi Zoti rrugët e mirësisë dhe begatisë, andaj nuk nga prisni, andaj nuk nga se prisni. Prandaj ju kam thënë shumë herë dhe do t'ua përsëris 1 milion herë, sepse njeriu nga gjërat negative ndikohet shpejt, kurse nga gjërat e mira ndikohet nga vash, nga dalë. Doni të jeni si ata të rrugës, ja ku e keni rrugën, ju kam thënë. Doni të jeni njerëz të rëndomt, njerëz të ulët, ja ku e keni rrugën, bëhuni si ata. Doni të jeni njerëz të mëdhenj, ndiqni rrugën e diturisë, imanit dhe besimit. Doni të jeni njerëz që nuk ju poshtron dot askush, ndiqni rrugën e imanit dhe besimit. Doni të jeni udhëheqës me halal, ndiqni rrugën e imanit dhe besimit. Para se t'ju përdorin, i kam thënë, t'ju përdorin aftësitë tuaj, guximin tuaj, trimërinë tuaj, moralin tuaj, bukurinë tuaj, shëndetin tuaj. Tek Allahu projekti i Zotit për njerëzit e xhenetit. Projekti të tjerëve për ju zjarri që xhenemit dhe vujtit që do të keni në jetën e përditshme. Është devijimi në moral, në familje, është degradimi, është degenerimi. E doni ja ku e keni, pashallahu e keni rrugë. E keni rrugë. Ata që sot kanë kurajën dhe guximin në ditët e mira dhe netët e mira, pinë alkoole, pinë droge, rrahin njerëz rrugë, pikërisht se kanë ndetur aty ku janë, ndodhin këto vepra dhe këto sjellje. Dhe neve nuk i edukojmë fëmijët, djemt dhe vajzat tona që të jenë njerëz të tillë, por i edukojmë që të jenë fisnik të vërtet. Nuk i dëmtoj katra gjyshi tuaj djema dhe vajza fukarallaku para 70 vjetësh. Nuk kishin bukë shtëpi, kishin nga 10-15 kalamaj, dhe nuk ja shtrinin dorën njerëzve, dhe nuk villnin, dhe nuk vrisnin njerëz, dhe nuk e shitën nderin e moralin e tyre, dhe u vdiqën fëmijët nga uria, e megjithatë nuk e shitën fenë e tyre, as nderin e tyre, as moralin e tyre. Nuk vdes njeri për bukë në këtë botë, as për i palë rroba, as për i makinë, që ju e shikoni si sukses të madh, por faktikisht nuk është asgjë tjetër vetëm diçka e natyrshme që e ka çdo njeri sot. Prandaj keni frikë Allahun azza wa jall, keni frikë duan e tyre njerëzve që u bën pa drejtësi, keni frikë duan e prindërve dhe nanave tuaj, keni frikë për tjerësën e mundin e tyre, keni frikë për dhimbjen e tyre, keni frikë për hallin e tyre, keni frikë për mërzitjen e tyre,
se vallahi, billahi, tallahi, nuk ta bën babën, nanën, vllajën dhe motën askush jashtë kësaj xhamie, përveç atyre që ju ka thënë Zoti, keni kujdesin e tyre. Është shumë e thjeshtë sot vrasë një njeri për të treguar se i fortë. Je po trim, por nuk e mendon mirë se çfarë pasojat më pas, të cilat janë pasojat edhe në ditën e Kiametit. O ju vëllezër dhe motra, luteni Allahun azza wa jall që ta shërojë vllajën ton, ta shërojë vllajën ton me shërim plotë dhe të shpejtë, dhe thirrni mendjes ju të rinj dhe të reja, para se të ndoni aq shumë dhe të kuptoni që jeta ka vlerën kur i jepet haku dhe jo kur shpërdorohet shëndeti, pasuria, familja dhe gjaku të tjerëve. Elusim Allahun azza wa jall në i fali gjunahet dhe gabimet. Elusim Allahun në i fali gjunahet dhe gabimet. Elusim Allahun në i fali gjunahet dhe gabimet. Elusim Allahun ta përjetojmë natën e Kadrit. 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 Elusim Zotin ta përfshijë me rahmetin dhe mëshirën e Tij. Elusim me Zotin të na mbulojë me rahmetin dhe mëshirën e Tij. Elusim Zotin të na ruajë nga çdo e keqe që duket dhe nuk duket. Elusim Allahun të na ruajë djemt dhe vajzat tona. Elusim Allahun të na ruajë djemt dhe vajzat tona. Elusim Allahun të na ruajë djemt dhe vajzat tona. Elusim Allahun të ruajë vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Elusim Allahun të shërojë smurët e tyre, të shërojë smurët e tyre, të forcojë të ruajë gjallët e tyre, të pranojë dëshmorët të vdekurit e tyre. Elusim Allahun azza wa jall të bëjë për banorëve të xhenetit Firdaus. Elusim Allahun na japi xhenetin Firdaus. Elusim Allahun na japi xhenetin Firdaus. Dhe thrisni kametin, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyina.